qeveria ka dështu. Kosova nuk ka qenë as pjesë e agjendës. Forcimi i partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Fillimisht para se të vazhdoj të flas për planin e Partisë Demokratike, është jashtëzakonisht e rëndësishme që propaganda të mos jetë pjesë e këtij debati. Tani janë dy fakte. Nëse flasim për antarësimin e Kosovës në Këshill të Evropës, qeveria ka dështu, sepse pjesë e qeverisë ka qenë që të kaloj propozimi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, aty ku kemi lëbu bashkë unë edhe Besniku si anëtar të delegacionit, dhe aty kemi arritur që i kemi 82% të votave. Mirë po, kemi dështu në Komitetin e Ministrave, sepse Kosova nuk ka qenë as pjesë e agjendës. E ke pjesën e replikave që folë për këtë, apo kthehem te vetëm 2 minutë shqiptar çka ofroni ju nëse vinim për këtë, e pastaj diskutojmë për pjesën e replikave. Partia Demokratike, prioritet të saj ka disa që i kemi në planin tonë. Fillimisht është rritja dhe konsolidimi i njohjeve për pavarësinë e Republikës sonë. E dyta është antarësimi i Kosovës në OKB, NATO, Këshill të Evropës dhe nisja e rrugës drejt Bashkimit Evropian. Është intensifikimi i diplomacisë aktive me shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, pra kemi 5 nga shtetet që janë anëtarë të Bashkimit Evropian, dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne si shtet që të marrim njohjen e këtyre shteteve. Është riprojektimi i dialogut me Serbinë me një marrëveshje finale me njohje të ndërsjellë. Dhe fundit është forcimi i partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian.